Gjithçka filloi një vit më parë, në tetor të vitit kaluar, kur morëm një propozim nga deputetja e Qarkut Shkodër, Dona Bilali, e cila është edhe një ish studente e këtyre programeve doktorale. Ajo na mundsoi gjithashtu një takim në Universitetin Eisenstadt në Austri me drejtoren e këtyre programeve doktorale, profesorish Irena Zavër, nga ku pasi bëm një prezantim të Universitetit të Shkodrës, morëm edhe aprovimin për të filluar aplikimin si partner në këto programe studimi. Gjatë kësaj periudhe kemi punuar fort me përgatitjen e dokumentacionit të kërkuar nga pala austriake, një informacion shumë i hollësishëm për Universitetin e Shkodrës, që përfshin programet e studimit, procesin e sigurimit të cilësisë në Universitetin e Shkodrës, statusin aktual të akreditimit, facilitetet që ofrojnë për studentët, stafin aktual të pedagogëve, numrin e studentëve kështu me radhë. Më në fund morëm edhe lajmin e mirë që tashmë jemi pranuar si partner dhe pjesë e konsorciumit të universiteteve që janë pjesëmarrës në këto programe doktorale. Më konkretisht, një program i përbashkët doktoral në marrëdhënie ekonomike ndërkombëtare dhe menaxhim dhe një program doktoral në shkencat e komunikimit dhe të edukimit. Në fakt është një lajm shumë i mirë për Universitetin e Shkodrës, i cili tashmë do të jetë partner me një sër universitetesh europiane, kryesisht të Europës qendrore dhe lindore, në këto programe të përbashkëta, duke pas parasysh që ne po punojmë fort për ndërkombëtarizimin e Universitetit të Shkodrës, sigurisht që kjo është një arritje. Është një lajm shumë i mirë për pedagogët e Universitetit të Shkodrës, të cilët tashmë do të kenë mundësinë që të jenë udhëheqës doktoratash në këto programe, kategoria profesor sigurisht. Deri tash kanë pas mundësinë e zhvillimit të mundësinë e mësimdhënies në universitetet huaja, dhe këtë e shoh si një mundësi shumë të mirë pjesëmarrjen si udhëheqës shkencor të doktoratave të studentëve shqiptar dhe atyre të huaj. Dhe sigurisht që është një mundësi shumë e mirë për të gjithë ato individ të cilët tashmë kanë përfunduar 2 ciklet e studimit bachelor dhe master dhe janë të interesuar për një studim doktoral. Janë programe doktorale të njohura ndërkombëtarisht dhe ajo çka është shumë e favorshme është fakti që ofrohen part-time, duke dhënë mundësinë pra e zhvillimit të studimeve doktorale pa u shkëputur nga puna. Pas përfundimit programit të doktoraturës në Austri, mendova patjetër si mund ta përfshinim Shqipërinë në këtë program. Dhe sigurisht, alternativa më e natyrshme ishte Universiteti i Shkodrës Luigjë Gorakuqi. Nisëm menjëherë bashkëpunimin midis konsorciumit në Austri dhe Universitetit Luigjë Gorakuqi, realizuam një takim dhe jam shumë e lumtur që pas një pune gati 1 vjeçare, tashmë është realitet. Universiteti Luigjë Gorakuqi është zyrtarisht partner në konsorciumin e 2 doktoraturave, njëra në shkencat ekonomike, tjetra në shkencat e komunikimit, ku çdo ish student, pra dikush që ka mbaruar bachelor dhe master dhe është në kushte pune, pa shkputje nga puna, mund të ndjekë programet e ciklit të tretë të studimit. Kjo mundësi e Universitetit të Shkodrës e çon Universitetin Luigjë Gorakuqi në një nivel krejt tjetër, edhe për shkak të fokusit që tashmë universitetet kanë për ndërkombëtarizimin. Gjej rastin këtu edhe të bëj një apel për çdo të jo vetëm nga Shkodra, edhe nga Qarku apo nga Veriu, por edhe më tutje për ta zgjallë këtë universitet si një alternativë shumë e mirë për të garantuar më vonë punësimin. Për shkak të fleksibilitetit të këtij programi, në vitin e parë të studimit, çdo student doktorature mund të shkojë të ndjekin atje vetëm fundjavat mësimin, 4 ose 5 herë në vitin e parë, ndërkohë që vitin e dytë dhe të tretë të zgjedhin një udhëheqës doktorature nga Universiteti Luigjë Gorakuqi dhe pjesën e kërkimit shkencor e bëjnë në Universitetin Luigjë Gorakuqi në Shkodër, ndërkohë që diploma që do të marrin është një diplomë ndërkombëtare.
Arsenal bak. Ik maar, ik ben Simon. Păi, Países